ma e keqja nështë për neve, unë jam prind edhe koha, mos kalimi kohës me familjen, është vërtet një bashllëk që thojmë. Po, gëzohem shumë se gjithë artistët kanë kohë, s'po kam kohë. Unë e kam luftu për këtë ditë mos me pas kohë. Kështu që, gjithë viti, mos tempo, ofër 60-70% të vitit unë jam çdo natë në mbrëmje, ku këndoj live, edhe nuk kam pse më idhru, sepse s'po kaloj kohë me familjen për arsye se kam luftu për këtë ditë edhe jam të e shiju momentumin të cilin e kam kërku dhe kam gatu që moti. Nuk mundesh me qenë në vitin e ri, në Bajram, nuk mundesh me qenë për festat e veçanta, ditëlindjet e fëmijëve. Është bashllëk i madh, normalisht që është. Po, e kemi zgjedhë vetë edhe është një profesion që don sakrificë, don punë, sepse njerëzit marrin me gëndu datën e tyne më të veçantë.